Në fillim të vitit 2024, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Turizmit nënshkruan një udhëzim të përbashkët që i detyronte subjektet afër ujrave larëse të instalonin impjante për trajtimin e ujrave të ndotura. Vlera e një impjanti varion nga 40 deri në 150.000 euro, ndërsa bizneset që nuk e instalonin mund të gjobiteshin me shuma nga 15 deri 24 milion lek të vjetra. Gjatë vitit 2025, mbi 115 subjekte u gjobitën dhe vlera totale e ndëshkimeve të vendosura nga inspektorët e ujësjelljes kanalizimeve arriti mbi 2 milion euro. Olsi Nika, drejtori i Eko Albania, thotë se instalimi i impjanteve duhet të jetë përgjegjësi e shtetit, jo e individeve apo bizneseve private. Shteti e ka detyrim dhe duhet ta bëjë. Shteti nuk ka detyrimin që të vendosë impjant në çdo njësi gjenerimi ujrash të përdorura. Pra nuk do të vendosë ty impjant në çdo hotel, në çdo restoran, në çdo shtëpi. Jo, shteti ka detyrimin që t'i grumbullojë të gjitha ujrat në një zonë të caktuar që e mbulon të gjithë zonën që ka në administrim. Eksperti Nika thekson se mënyra e re e udhëzimit nuk zgjidh problemin e ndotjes, por e përhap atë në mënyrë difuze. Përveç kësaj, ai shprehet se udhëzimi i dy ministrive ka nxitur një biznes të ri, shitjen dhe instalimin e impjanteve. Sipas tij, ky duket të jetë qëllimi i vërtetë i dokumentit të firmosur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me në krye Belinda Ballukun dhe Ministria e Turizmit me në krye Mirela Kumbaron. Ndodhi që një biznes do ta po themi trajtoj ujin ashtu siç duhet, tjetri ngjitur nuk po ta trajtoj se nuk ka lek, nuk ka para, fonde për ta mirëmbajtur ashtu siç duhet. Në fund të dy do derdhin në një kolektor, edhe shtëpit do derdhin po të njëjti kolektor dhe në fund deti apo liçeni apo uji i lumit duhet po njësoj ndotur.